Përshëndetje shenja shigjetarit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat I ndava në 4 sfera jetësore të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj kemi faqen e shpatave, krye pryftoresha, drejtësia dhe 9 shpatat. Ju hyni në këtë javë me një mendje shumë aktive. Faqja e shpatave tregon kurreshtje, analizë, por edhe një lloj mbikëqyrjeje të vazhdueshme, sikur po vëzhgoni çdo gjë, çdo fjalë, çdo reagim. Ju nuk jeni të qetë në sipërfaqe, mendja juaj është në punë, por më thellë është krye pryftoresha. Ju dini më shumë se sa thoni, ju ndjeni më shumë se sa tregoni, më shumë se sa duket. Ka diçka që intuita juaj e ka kapur, por mendja juaj po përpiqet ta verifikojë. Drejtësia, ju vë përballë një vendimi. A do t'i besoni intuitës apo frikës? Sepse 9 shpatat tregon ankth, mendime që ju mbajnë zgjuar, skenar që I krijoni vetë në kokën tuaj ndoshta. Mund të jetë një shqetësim për një situatë konkrete, por shpesh kjo kartë flet për mbi ngarkesë psikologjike, ndoshta jo për realitet objektiv. Unë do të thoja që ju e dini të vërtetën, mos e shtyni. Kartat këshillojnë të mos analizoni më tepër se sa duhet. Është e nevojshme të flini, të qetësoheni, të mos merrni vendime në kulmin e ankthit. Kalojmë tek familja. Në familje kemi asi I monedhave, 5 shpatat, kalorësi I monedhave dhe 6 shkopinjt. Në familje duket se ka një fillim të ri ose një mundësi konkrete me asin e monedhave. Mund të jetë një investim, një lajm praktik ose një vendim për stabilitet. Por 5 shpatat tregon një konflikt egoje ose keq kuptim, që nuk do të thotë me patjetër se është në një zënke madhe, por një situatë ku dikush kërkon të ketë të drejtë me patjetër. Këtë javë ju jeni të këshilluar të sillni stabilitet, sepse kjo paraqitet edhe me kalorësin e monedhave. Ju jeni personi që mban balancën, që mendon në mënyrë praktike, dhe në fund kemi 6 shkopinjt që tregon se situata do të stabilizohet dhe do të ketë një ndjenjë fitoreje, ose mund të ketë një pajtim. Unë do të thoja nga ana intuitive që të mos përfshiheni në betejë egoje, sepse ju fitoni duke qëndruar të qëndrueshëm, jo duke debatuar. Kartat këshillojnë të zgjidhni paqen mbi krenarinë. Bëhuni ju shembulli I maturisë, pra mos reagoni menjëherë. Ndonjëherë është më mirë të prisni pak. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi dielli, 8 monedhat, 10 shkopinjt dhe eremiti. Në dashuri, dielli është një ndjenjë e pastër, ka dritë, ka sinqeritet, ka potencial për lumturi. Nëse jeni në një marrëdhënie, ka ndjenja të vërteta. Nëse jeni vetëm, ka dikë që ju sheh me admirim. Por 8 monedhat tregon që dashuria kërkon punë, përkushtim, investim, jo thjesht emocion. Më pas kemi 10 shkopinj që është barr. Ju ndoshta po mbani shumë mbi supe. Mund të ndiheni që jeni ju personi që investon më shumë nga ana emocionale, ose edhe nga ana financiare. Ose ndoshta mund të jetë që përgjegjësitë e tjera po ju lodhin aq shumë dhe nuk po ju lën hapësirë për dashurinë. Në fund kemi eremitin. Kjo është një kartë që kërkon që ju të tërhiqeni. Mund të tregojë nevojë për hapësirë, nevojë për reflektim për drejtimin e kësaj marrëdhënieje, ose një fazë ku ju po kërkoni kuptim më të zgjeruar. Unë do të thoja që të mos e ngatroni lodhjen me mungesë dashurie.
Kartat këshillojnë të flisni hapur për atë që ju rëndon. Mos u izoloni nga ana emocionale, jepini vetes kohë për të kuptuar çfarë dëshironi ju me të vërtetë. Nëse ju jeni vetëm, kjo javë ndoshta mund të sjellë dikë me energji të shndritshme siç është karta e diellit, por ju do të jeni më selektiv dhe më besoni, do të bëni shumë mirë, sepse askush nuk t'i njeh vlerat, vetëm ne mund t'ja njohim vetë vlerat vetes son. Pra ju nuk doni më diçka sipërfaqësore dhe do të bëni shumë mirë. Kalojmë tek puna. Në punë kemi kalorësin e shpatave, mbretëresha e kupave, 2 shkopinjt dhe djalli. Në punë ka lëvizje të shpejtë. Kalorësi i shpatave sjell komunikim intensiv, ndoshta vendime të nxituara ose të shpejta, ndoshta ndonjë debat verbal që mund të jetë edhe i vrazhd, por mbretëresha e kupave tregon që ju po silleni me ndjeshmëri ose ndoshta po prekeni, por duhet të ruani kufijtë. 2 shkopinjt është planifikim për të ardhmen. Ju po mendoni për një drejtim të ri ose për një hap tjetër. Por djalli paralajmëron varësi nga puna, frikë nga ndryshimi ose një situatë ku ndiheni të lidhur por jo plotësisht të lirë. Unë do të thoya që të mos qëndroni aty ku ndjeni të bllokuar vetëm nga frika, por kjo mund të ndodhë ndonjëherë se duhet qëndrosh në një punë edhe nga nevoja. Pra mos reagoni në mënyrë impulsive, mos merrni vendime nga zemërimi sepse djalli mua të paktën në leximet e mia, në interpretimet e mia personale, më ka rezonuar gjithmonë me zemërat. Djalli ka shumë zemërim. Pra analizoni nëse po qëndroni diku nga zakoni apo nga dëshira. Kalojmë në prizëm orakull ku kemi stop. Kjo është shumë e qartë, pra ju duhet të ndaloni, jo të hiqni dorë, por të ndaloni për të reflektuar. Mos shtyni asnjë situatë këtë javë, mos e detyroni asgjë të ndodhë. Ndonjëherë ndalimi është akt fuqie. Pra kjo javë nuk është për veprime të mëdha, është për qartësi psikologjike, është për balancë emocionale, është për vendime të drejta, është për kufi të shëndetshëm. Pra ju po kaloni një fazë ku mendja dhe intuita po ju kërkojnë që të jenë në harmoni me njëra tjetrën. Nëse ju i dëgjoni të dyja, pra mendjen dhe intuitën, atëherë më besoni që do të dilni më të fortë. Paçim.